Dyshime ose konfirmime? Vendosni ju, vlerësoni nga shtëpia. Më shumë trajtime fytyre se unë, më shumë shampo se unë. Gjithmonë e prisja kur bëshim gati të shkonim diku. Shumë selfie me shokun e ngushtë. Kur postonte, fryente buzët dhe seks bënim vetëm një herë në muaj. Dhe një herë që e bënim, zgjaste 1 minutë, mortja qës më ha, thot. Njërë në muaj, 1 minutë. O, Gjesi, nuk është ajo pjesa më e rëndësishme në këtë diskurs momentalisht. Problemi është... Thuj tani që nuk të ranë sy njërë në muaj 1 minutë. Thuje, të rrim shtrembër të flasim drejt. Po, mire kam, po e tha një herë, kaloj që ta thot prap, e tha një herë. Mirë, po thoja. Problemi. Ha, bleta. Jo. Ha, ku janë? Nuk të duket fakti që me bën selfie me shokun e ngushtë dhe bën... Këtu pra do ndaloja. Me shokun, o kusha. Shiko se këta janë ata që vishën me Versace dhe Philip Plein me xixa. Zemra që te xixa du të dallosh. E vërtet. Se shkëlqen ti më shumë se unë. Mund të jetë për shembull, jo se ne kemi shumë qef çuna që mbajnë veten, për shembull hedhin parfum. Metroseksual, ka lezet. A ç'është kjo? Metroseksual, meshkujt që e mbajnë shumë veten. Ikën në një trip, keni të dy çantat e vogla me selfie. Jo, ama në me jo deri në këtë pikë, zemra ime po thoja që po jo mund të ketë një vetun si dallën dyshe, si Brezhnevi që mos dihet ku i fillon. Po edhe të ketë vetun më të hollë se timen, edhe të kujdeset më shumë për vetun. Më të hollë se timen se ka dot, më kam trash. Domethënë, më të hollë se timen, unë kam bushi, ai ta ket akoma më bush, më kështu me qime. Tash një çantë me një çantë unë, një çantë ai. Një antidierës, një parfum i mirë, një krem, një masë që ja bëjun, kështu ti gjej. Jo, ti ket ai. Më fal nëse ai nuk ka një shampo të vetë trupit, mos laj me shampon e kokës dhe trupin, ç'është kjo? Po jo më ta ket, sta njëri, po jo të ajo çanta futem gjitha, është një çantë self care, si çantat që vejnë çunat shqiptar që e marrin te Louis Vuittoni, mendojnë se është për të dalë në rrugë, ajo është për të futur ato kremrat, sa e marrin në dorë kështu. Ato shësiment, e vërtet. Për mua është një shampo trupi, shampo koke, një antidierës, një parfum. Më falni, këtë çun straight nifni ju që ka një shampo trupi, një shampo kokë. Jo, po them çfarë mund të toleroj maksimumi. Po të them që ai të marri retinolin, të marri vitaminë C, edhe të marri se nuk mund të ndorroj kaq shumë në Shqipëri. Po pse mos ta marr apo ta ketë fytyrën rrepa që është sa ka kanë rrepa me migli. Kanë shumë mirë fytyrën. Një shampo që i bie nga koka te fytyra, lajn shumë mirë. Edhe çik box që ti bie çik për atmosferë, pe që arrin erdhi dhjetori. Edhe fiks. Jo, mos e bastardove fare. Fakti që ai nuk ka larës fytyrën nuk do të thotë që ka box tash se me Head and Shoulders, prandaj shampo kokë dhe trup me një shampo komplet. Mirë, shumë mirë. Oh, pereni. Bënte twerk më mirë se unë dhe bënte shumë mimika të dyshimta. Nxirrte gjuhën në mënyrë shumë dirty. Rrinte me çuna më të vegjël se ai. Ai ndërkohë ishte 35 vjeç. Dhe këta që rrinin ishin 26 e poshtë. 3 prej tyre kusho i kishte një sekond. I kishte kusho. Po, 3 prej tyre i kishte kusho dhe ata i mbante me lek, ndryshe se s'besoj që do rrinin me atë. Në seks ishte skandal. Shpresoj shumë që të kemë bërë seks para se ta ketë parë se duke bërë twerk, e kupton? Pse ta shoh që bën twerk pas të bërë seks me vedit plot? Po kjo, do të një gjë po varja. Mund të tregoj diçka tjetër. Thonë që kush di me kcy mirë. Bravo. Thonë që kush di me kcy mirë, edhe se në tjera di mi bëu mirë. Po jo twerk o shpirt. Jo po varet se çfarë grade ka qenë twerk ose. Twerk është grad. Unë me partnerin tim në një dance off sum. Shake it me kokë. Wow, nuk e di, të kërkoj shumë ndjes kushdo që ka shkuar turkter, nuk është as pak e qëllimshme që ne të kalonim deri në këtë moment deliri, por ta vjen keq. Vjen Megli të vjen aty. Na vjen keq për ty, kaq. A fakti që ai bën twerk. Bën te se tani se ka më ajo. Bën te. Ai akoma, se ka jo më pa i bën akoma më shumë. Po çaj hallën asaj që ka shkruar. E prezantova me një shok timin. Dhe ra kok e këm brënda. Donte dhe ta bënte me të. Dhe mua ma bënte, jam straight. Akoma s'kam lidhje, s'do më bëj gjë ai mua, do ja bëj unë atit. Kështu isha detyruar të shihja ata tek sa binin në dashuri me njëri tjetrin. Edhe shoku i pa bes pas ka qenë, pas ka pas shefi. E po tani në këtë moment, ja t'ju bëj një pyetje ju që doli spontanisht. Nëse shoku juaj i ngushtë
gay në këtë rast, sepse nuk mendoj që ka qenë straight, të tradhton me partnerin tënd. Nga kur do mërzitesh më shumë? O pereni, o zoti madh, nuk dua ta menoj. Ç'është kjo pyetje? Kanceloj këtë pyetje. Si lloj kancelimi, Gjesi mos e ish këtë. Nga të dy, moj. Po nga shoku. Fitet çmëra. Jo moj Gjesi, si nga shoku. Shoku ma. Po jo moj Gjesi. Po ti shoku është gay, po pse me timin e gjetë nga gay mundshëm në Po pse ai joti me tëndin shokun e Gjeti? Po pra, kjo gay tjetër. Çon si ka se me ka bëra ai doli gay vllai në fund ditës, sa kupton? Allah na ruaj. Po shoku është më keq. Shoku është më keq. Shoku është më keq. E rënd që ka nga të gjitha rastet. Nuk e di çfarë lexoj më, jam e shokuar. Nuk kam fjalë. S'ka më. Janë pak vulgare këto të tjerat. Ju keni shprehur një vulgaritet të majmë, por unë nuk ato kanë thënë të vërtetën, nuk se kanë qenë vulgare, po thjesht është pak thjesht sa goca e kanë kuptuar se si ai ka pasur tendenca për të qenë gay gjatë seksit. Kuptoj një vetë se si qysh tek, unë nga folur shumë për sot, nuk më lejon më të goja të flase. Tani te twerku i lam. Te twerku. Tani imagjon twerkun gjatë seksit. E kuptoni vetë jo. Me ta thënë ky program nuk është. Mendoj se në këtë program sot vre pak shenjën aty. Plus. Me ta jemi ne. Marume. Dhe unë atë mendoja. Kam fix. Jo se kam turp. Por bëjni thonjë sa më të gjatë një marrëdhënie. O me gje! A do pranoje ti të lidheshe me një çun që e di që është biseksual, por ty të pëlqen me vërtet shumë? Po. Nën A, po. Po. Përgjigjja ime është nën A, po. Po pse po? Po pse po? Jo, sepse mendoj që ka dhe një anë soft edhe nuk e di, më duket shumë interesante për ta eksploruar. Po tani nëse unë kam ndjenja çfarë ka që ai është bi, s'është faja ti që ai është bi, nuk e ka zgjedhur me dëshirë. Po ti po zgjedh me dëshirë që ai ti jetë bi. Po unë pas kam ndjenja pra. Unë veproj me ndjenja. Logjikën e ke parë me çojë në një gjekundi të saktë? Jo, do kaq kosa më. Absolutisht. E po, I rest my case, Your Honor. If he's bi, let it to me. Psikopate. Mbylleni këtë episod. Mirë. Ándale.